Ka shtyrë që të marrë dhe degen në udhëheqje në pajtim plot me kryetarin aktual, se nënkupton që vizionin që e kam unë të ashtri ma ndryshe, të ashtri ma mirë si pas me, dhe do të ndihmohem nga kryetari që ka qenë deri në këtë kohë, do t'jetë krahimi i gjatë, po ashtu do të strukturojmë shumë ma mirë gjithë strukturën e partisë në për nëndek, do të ofrojmë njerëzit të cilët janë larguar nga partia, po që kanë një të kaluar bukur me peshë dhe të cilët i kam ftuar në zgjedhjet parlamentare dhe është tregu se ka mundësi që ata të kyqen, të ofrohen dhe të na ndihmojnë me aktivitetin e tyre që kanë pasur jetësor, të na ndihmojnë në fitimin e zgjedhjeve dhe ta ndryshojmë një pion. Dhe kjo më ka shtyrë që të marrë dhe degen në udhëheqje në pajtim plot me kryetarin aktual, në mënyrë që të kem hapësirën e mjaftueshme për të shtrirë ato që e planifikoj edhe në organizim edhe në programimin për qeverisje. Çfarë do të ishte pengesë kryetari aktual që ka qenë deri më tani i Degës së Lipjanit që të jetë në vazhdimsi si kryetar Degë, ndërsa ju si kandidat për kryetar komune? Realisht, ma shumë ka qenë kërkese nga unë është të angazhohem edhe në strukturë, sepse një pjesë e strukturës e cila ka punu shumë në kohën kur unë kam udhëheq partinë, në kohën kur unë kam udhëheq komunën, kanë qenë paksa të irrituar, sepse gjithmonë ndodh në zgjedhjet e brendshme të një partie politike mund të ndodhen irritime, gjithmonë ndodhen irritime, mund të ndodhen më shumë apo më pak, dhe zgjedhjet kanë ndiku, zgjedhjet e brendshme kanë ndiku bukur shumë, pastaj pretendimet individuale kanë qenë shumë mëdha dhe është mendu edhe nga kryetari i cili ka udhëheq Partinë Demokratike se ardha e ime në krye të partisë mund të pashtoj këto pretendime, mund të avansojmë gjitha strukturat që i kemi pas dikur dhe që i kemi tani, dhe realisht është tregu edhe në zgjedhjet parlamentare se kjo mund të na ndihmojë bukur shumë edhe për zgjedhjet lokale.